Stefania Nobile e Davide Laçerenca të vënë në arrest shtëpie për prostitucion, pastrim parash e trafik droge në Itali. Dyshohet se kanë depozituar në bankat shqiptare rreth 80 milionë euro. Këtë të hënë është ekzekutuar urdhëri i sekuestrimit të 2 lokaleve në pronësi të Davide Laçerenca. Sipas dosjes hetimore të prokurorisë së Milanos që Syri Televizione disponon, administratoria de facto e aktivitetit ekonomik të 2 lokaleve ishte Stefania Nobile, vajza e Vana Marki, që në 2003 u përfshin së bashku në një skandal mashtrimi rreth 63 miliard lireta me shitje produktesh përmes marketingut televiziv e dënuar me 10 vite burg. Pas shlyrjes së dënimit në korrik 2018, Stefania Nobile dhe nëna e saj deklarojnë se kanë vendosur të bëhen sipërmarrëse në Shqipëri. Nobile nis aktivitetin e saj duke hapur 2 lokale në Tiranë në Durrës përmes shoqërisë Gjintoneria di Stefania. Lokalet Gjinto figurojnë të jenë në rendiment financiar negativ, që në nisje e aktualisht janë të mbyllura. Në 2021 ajo hap në Tiranë kompaninë e produksionit Produzione për shërbime kinematografike, fotografike, artistike e tjerë. Në 2024 Stefania Nobile dhe nëna e saj Vana Marki kanë udhëtuar 4 herë drejt Shqipërisë përgjatë të njëjtit vit. Para nisjes për një udhëtim 24 orësh në vendin tonë, Nobile merr me qira një makinë të modelit të ri Lamborghini Urus në ngjyrë jeshile. Për këtë udhëtim, siç zbulojnë përgjimet, ortaku i saj Davide Laçerenca thotë se ka dërguar 80 milionë euro kesh në Shqipëri përmes bankës. Gjatë hetimeve dokumentohet se Nobile së bashku me nënën e saj shkon shpesh në Shqipëri ku asgjë nuk e përjashton se riinvestojnë paratë e fituara në mënyrë të palishme, të cilat nuk mund t'i justifikonin vetëm bazuar në aktivitetet e tyre sipërmarrëse. Laçerenca mburret sipas bisedave të përgjuara se me Nobile ka spostuar në Shqipëri 80 milionë euro. Dhe Stefania Nobile, në një bisedë me një gazetare italiane, shpreh se ka shkuar në Shqipëri të hapet të mbyll lokale. Këtë bëj në Shqipëri, se kjo është puna ime, krijoj lokale i shes, është puna ime dhe e kam merak. Ky është skandali i radhës ku Shqipëria bëhet habitati për riciklimin e autoriciklim parash të dala nga aktivitetet të palishme si droga, prostitucioni e mashtrimi.